Vllaznia B, e cila si vjet do të konkurrojë në kampionatin kombëtar të kategorisë së tretë, vjen përgatitjet për sezonin e ri futbollistik, i cili nis në 18 tetor. Krahas procesit servitor të zhvilluar në Reshqitrusi, Kuçeblut e B-s po zhvillojnë edhe ndeshje miqësore, siç ishte e fundit me Trbunin e Pukës. Pas ndeshjes së luajtur në stadiumin Ismail Xhamali të Pukës, trajneri i vllaznisë Briken Obizi, derisa analizoi këtë miqësore, që u fitua me rezultatin 2-1 nga Pukjanët, theksoi se ndonë se skuadra drejtuar prej tij luan si debutuese në kategorinë e tretë dhe se rivaliteti do të jetë i madh, objektivi është kalimi në të dytën. Dhe objektivat natyrisht në kategorinë e tretë janë për të hyrë nga klubi Vllaznia dhe presidenti Xhaferi për të hyrë në kategorinë e dytë. Nuk është se jam i kënaqur sot për lojën, por di me thonë që jena në kulodim të lojtarëve, kena kohë deri me datën 18 tetor që na fillon edhe kampionati. Sigurisht në disa pozicione kena pengesa, kena dobësi, gjë që për cilën na vlen të ndeshje miqësore për të rregulluar edhe pozicionime. Çdo ndeshje pra lojtar që nuk do luasin te ekipi i parë është domethënë procedura e ekipit parë për të ulur me lojë me bën, pra në mënyrë që ella të marrin formën e tyre sportive dhe sigurisht që të ndihmojnë edhe ekipin për të ngjitur në kategorinë e dytë. Krahas Vllaznisë B në grupin A të Veriut do të luajnë për këtë sezon të ri edhe dy skuadra të tjera, klubi i futbollit Shiroka dhe Olimpik Shkodra, ku ndërto duhet thënë se Shiroka, si të drejtuar nga Ardit Mani dhe president Ergi Axhani, kanë investuar shumë në merkato duke sjellë në skuadër futbollistë të nivelit superior, ku edhe këta të fundit për këtë sezon synojnë që të kalojnë një kategori më lart, pasi sezonin e shkuar e mbyllën të dytët në renditje.